Gjykata e Shkodrës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 64 vjeçarin Shefin Ziqi, i dyshuar për vrasjen e bashortës së tij. Seanca u zhvillua këtë hënë në drejtimin e gjyqtare Zamina Lila. Gjatë seancës i akuzuari nuk ka dhënë asnjë deklaratë pra gjykatës, ndërkohë prokuroria kërkoi caktimin e masës arrest me burg. Kërkesë që u pranua nga gjykata. Nga ana tjetër, avokati Agi Martini kërkoi që ndaj klientit të tij të kryejë një ekspertim psikiatrik. Sipas mbrojtjes deri në momentin e ngjarjes, ai ka qenë një familjar i rregullt. Së bashku me bashortën kanë rritur 2 fëmijë dhe kanë pasur një marrëdhënie normale, pa konflikte të njohura, urdhra mbrojtje apo probleme si çift. Sipas avokatit, ngjarja ka ndodhur në rrethana të pakuptueshme dhe për këtë arsye kërkohet vlerësimi i gjendjes psikike të pandehurit. Ngjarja rënd regjistruar të ejtër në qytetin e Shkodrës. Policia e Shkodrës ka ngritur si pjesë kryesore të hetimit xhelozi mes çiftit.